Radio Ngjallje, ku dëgjohemi sërish në emisionet tona, jemi sot me pedagogun e muzikologjisë bizantine me zotin Theodor Peci, mikun e Radios Ngjallje. Mirë se na erdhët, Theodor. Mirë se u qej. Ju përgëzojmë, Theodor, dhe për ato emisionet e bukura që i kushtoni muzikës bizantine këtu në Radio Ngjallje. Faleminderit. Sot do të flasim për një temë të veçantë. Në fakt është një nga shërbesat mjaft të dashura për të gjithë besimtarët ortodoks, e cila kryhet vetëm 5 herë gjatë kreshmeve të mëdha. Edhe janë 4 stanca që kryen çdo të premte, por pastaj është edhe një përfshirë dhe gjithë shërbesa, akathist i plot. Flasim për himnin akathist, për shërbesën e bukur të dashur të besimtarëve. Theodor, si u krijua kjo shërbesë? Edhe pse është kaq e dashur për besimtarët ortodoks? Faleminderit pater, është kënaqësi të flas gjithmonë për himnet e bukura të Zotit Krisht dhe patjetër për kryeveprën e himnologjisë bizantine që është himni akathist. Është shumë e rëndësishme të theksojmë faktin që në periudhën në cilën ndodhemi, që është periudha e Kreshmës së Madhe, Kisha ortodokse jo më kot ka vendosur që në 5 të premtet e 5 javëve të para të Kreshmës ti dedikojë ose më saktë të zhvillojë një shërbesë që ne sot e njohim si himni akathist. Dhe do ta shohim më pas strukturën e këtij himni, domethënë e kësaj shërbese, por atë që duhet të theksoj është fakti që në këto ditë, pra në ditët nga e hëna deri në ditën e premte të çdo jave të Kreshmës së Madhe, për Kishën ortodokse këto ditë konsiderohen si ditë jo kremtuese, që do të thotë ti nuk mund të kryesh liturgji hyjnore, pra nuk feston një shenjtor me kremtim. Dhe duke qenë se në periudhën e Kreshmës së Madhe ne zakonisht ndodh që të kremtojmë 25 marsin, që është ungjillëzimi i hyjlinces, atëherë do të shohim një lidhje midis himnit akathist, midis ungjillëzimit të kremtes së hyjlinces dhe njëkohësisht dhe pikërisht këtyre ditëve të cilët janë amnimes i merres, që i njohim, pra ditë jo kremtuese. Dhe për këtë arsye Kisha ortodokse për ditën e ungjillëzimit të hyjlinces nuk kremton, nuk ka para kremtime, nuk ka as pas kremtime. Dhe para kremtimin dhe pas kremtimin për ungjillëzimin e hyjlinces e plotëson pikërisht ajo që njihet shërbesa e himnit akathist. Sepse do shohim një lidhje të jashtëzakonshme midis shërbesës së himnit akathist, e cila zhvillohet e plot në të shtunën e javës së 5 të Kreshmës në shërbesën e mëngjesores, dhe do të vërejmë që pikërisht ajo që zhvillohet atë ditë, Kisha e mori dhe për arsye që para tham, një nga arsyet është kjo e ungjillëzimit të hyjlinces, vendosi që ta copëzojë në një farë mënyre, ta ndaj në pjesë dhe ta kryej në 5 ditët të Kreshmës së Madhe. Por, çfarë është në vetvete kjo shërbesë? Kjo shërbesë është një shërbesë që, siç ka arritur deri në ditët tona, është një shërbesë mikse, sepse brenda saj ndodhet një shkurtore. Dhe kur themi për shkurtore, nuk kuptojmë një jo thjesht një tropar, siç e njohim sot shkurtoren, ashtu siç ka ardhur deri në ditët tona. Po bëhet fjalë për një sër himnesh, të cilat një lloj himnografik që njihet si shkurtore, e cila e ka atë prejardhjen që prej shekujve të parë të krishtërimit, sidomos lullëzimin e saj më të madh, e ka arritur në shekullin e 6 pas Krishtit, ku përfaqësuesi kryesor i saj është edhe Romano Melodisti, i cili mendohet që mund të jetë edhe një prej autorëve të cilët kanë shkruar himnin akathist, ose atë që njohim shkurtoren e shërbesës së himnit akathist. Çfarë është shkurtoria? Shkurtoria është një shërbesë e cila është e përbërë nga 24 strofa, ose siç e njohim ndryshe si shtëpi. Nis me një
hyrje, pra me një tropar hyrës, me një prelud mund të themi, dhe preludi që neve sot njohim të shkurtorit si himnit të Kathist, është për lufteshës generale. Por do ta shikojmë arsyen se kur është futur ky prelud, se në të vërtet shkurtoria e himnit të Kathist ka 2 prelude në përbërjen e saj. Preludi i parë, i cili është preludi po themi esencial i parë i fare në cilën është krijuar, dhe ky i dyti që u shtua pak vite më vonë, pra pak pas disa shekujsh më vonë, që është si Molivesh Porosin e perëndishme, dhe më pas kemi për lufteshës generale që është preludi i dytë. Ashtu siç do shohim që kjo shkurtore përbëhet tham nga 24 refrene, kështu strofa që njihen ndryshe si shtëpi. Dhe këto shtëpitë në fund të çdo shtëpie kemi nga një refren. Refrenin shumë të njohur gëzohu nuse pa nësuruar, dhe gjithashtu dhe refrenin tjetër që është Aliluja. Pra me këto 2 refrene kombinohen strofat dhe shtëpit me njëra tjetrën. Një veçanti e këtij himni të mrekullueshëm, e kësaj shkurtore, është fakti që kur është krijuar me një akrostik që njohim. Pra, çfarë nuk kupton kjo? Nuk kupton që gërmat e para të çdo vargu, të çdo shtëpie, nisin me gërmën e alfabetit grek, pra nisin nga alfa dhe përfundojnë deri në omega. Pra 24 shkronja sa ka alfabeti grek, kaq ka edhe shtëpi brenda kjo shërbes. Pra fillojnë Angelos Protestatis, pra me A, se në përkthim nuk kuptohet kjo në përkthimin që kemi në gjuhën shqipe, po ta shikojmë në origjinal është pikërisht ky himn akrostik në një farë mënyre që ndjekin radhën e alfabetit grek. Dhe atë që do vëmë re është që ky himn përbëhet nga 2 pjesë. Mund ta ndajmë 2 pjesë për sa i përket një farë mënyre tematikës së këtij himni. Nëse ndjekim gërmat e alfabetit, pra nga shkronja A deri në shkronjën M, pra nga alfa deri në Mi, përshkruajnë ngjarjet historike një farë mënyre të mishërimit të Krishtit, duke përfshirë këtu ungjillëzimin e hylindëses, lindjen e Krishtit, adhurimin nga barinjt dhe magët, shpërngulja për në Egjipt dhe deri në i papandi, pra deri në paraqitjen e Zotit Krisht në tempull. Pra është pjesa e parë e cila më tepër ka karakter historik. Pra në përshkruan pikërisht këto ngjarjet e ekonomisë hyjnore, pra e lindjes e ungjillëzimit deri në i papandinë e Zotit. Kurse pjesa e dytë që fillon me gërmat deri në omega në fund, ajo më tepër ka një karakter teologjik dhe si të them lavdërues ndaj personit të hylindëses. Ka një karakter teologjik dhe dogmatik, sepse flet për rolin shpëtimtar të hylindëses brenda planit për shpëtimin e botës së Perëndis, i cili erdhi dhe u mishërua. Dhe rolit që luajti pikërisht hylindësja në këtë plan hyjnor të Zotit. Tani, duhet të theksojmë faktin që kjo shërbes nuk është thjesht një shkurtore. Shërbesa e shkurtores, pra që përshkruam, është e ndërthurur gjithashtu me shërbesën e pasdarkës së vogël. Pra nis shërbesa e pasdarkës së vogël dhe në mes të shërbesës së pasdarkës së vogël na futet një kanon. Pra përveç shkurtores që do ta dëgjojmë në fund, pothuajse nga fundi i shërbesës, si himni të Kathist, do shikojmë që para saj do parapri një kanon. Kanoni është pikërisht një lloj tjetër himnografik, i cili u shfaq pas shkurtores dhe i cili është akoma deri në ditët tona në përdorim. Edhe pse edhe kanonit i kanë rënë një farë mënyre po themi ajo rëndësia që ka pasur më përpara, por të paktën nuk është zhdukur si shkurtoria. Mund të themi që shkurtoria e himnit të Kathist është e vetmja shkurtore e plot që ekziston akoma në praktikë në Kishën Ortodokse. Nuk ka shkurtore tjetër të plot. Ajo që ne i njohim sot si shkurtore është thjesht tropari hyrës, të cilën ne thjesht lexojmë
pjesën e preludit, pra të introduksionit, që mund të quajmë të ati himni dërthurës, hyrës, preludit, pra të introduksionit të shkurtores dhe asgjë më tepër. Thjesht është një hyrje dhe atë lexojmë dhe fillimin e shkurtores, fillimin e shtëpisë që vjen më pas. Dhe bëjmë edhe pikërisht ato refreme në fund që themi në mënyrë recitative në çdo shërbes të mëngjesoris në Kishën Ortodokse. Por para shkurtores, si thash, është pikërisht kanoni. Kanoni është një tjetër lloj nografik i cili përbëhet nga irmosi dhe nga disa tropare që imitojnë irmosin si në aspektin melodik dhe në aspektin poetik. Pra ka omotoni, ka dhe omosilavi. Pra kemi këtë rregullin, pra ndjekim irmosin 100%, janë si kalupe melodike, ku himnografi imiton edhe aspektin metrik të troparit, por dhe aspektin melodik të tij dhe krijon tropare të ngjashme me irmosin, që zakonisht variojnë nga 4 deri në 5 tropare. Edhe me gjithë irmosin bëhen 6 në përgjithësi, domethënë, kështu ndodh. Dhe kanoni, pikërisht kanoni që përdorim për himnin akathist, është një kanon i cili është i përbërë nga 9 ode, por në të vërtet 8 ode psalen dhe oda e dytë përjashtohet, pra nuk interpretohet për shkak të karakterit vajtues që ka. Dhe këndohet e para, e treta, e katërta, e pesta, e gjashta, e shtata, e teta dhe kënga e 9, pra oda e 9. Dhe pikërisht dhe ai kanon i dedikohet hylinces dhe pikërisht këtyre ngjarjeve që përshkruan gjithashtu përshëndetjet e Shën Marisë, pra që janë pikërisht këtë që njohim neve si himni akathist. Edhe kanoni ka bukurinë e tij që e bën akoma dhe më të bukur dhe më atraktiv, pikërisht më atraktive këtë shërbes dedikuar hylinces dhe rolit të saj në shpëtimin e njerëzimit. Tani, të flasim pak se si kjo shërbes ose ky him u përpilua në një farë mënyre. Ne duhet të kuptojmë faktin që ka disa ngjarje që na përshkruen në histori ku mendohet që është krijuar ky si him. Por një është ngjarja që ka mbisotëruar më tepër, mbi të cilën themi që ky him është krijuar. Por në të vërtetë ky him ka ekzistuar para se të ndodhte kjo ngjarje. Dhe ajo që lidhet pikërisht me ngjarjen që do të përshkruajmë është pikërisht tropari hyrës i dytë, ai preludi i dytë që njihet si përlufteshës gjenerale dhe jo tropari i parë që është si morivesh porosinë e perëndishme. Pra, atë ditë për shkak të asaj ngjarje që ndodhi, u krijua himni përlufteshës gjenerale. Çfarë ndodhi? Dhe për kë periudhë bëhet fjalë për shekullin e 7 pas Krishtit, konkretisht në vitin 626 dhe konkretisht në vigjilje të datës 8 gusht, pra data 7, duke godhir data 8, ditën në periudhën e gushtit, pra në periudhën që ne kremtojmë periudhën e hylinces në një farë mënyre, të kreshmës së gushtit. Në atë periudhë ka ndodhur kjo ngjarje dhe bëhet fjalë për një luftë në fakt që kishte ndodhur në Konstantinopoj. Pra kishte disa muaj që kishte filluar një luftë e perandorit bizantin Iraklio, i cili ishte në luftë me persët. Dhe në atë kohë ndodh që ishin përqendruar në një pjesë të luftës e cila ndodhej jashtë kryeqytetit të Konstantinopojës dhe avarët që ishin një popull tjetër i cili përfitoi nga rasti i mosgjendjes të ushtrisë brenda në Konstantinopojë, mendoi që të mësyej brenda Konstantinopojës si nga toka ashtu dhe nga deti. Dhe bashkë biseduan edhe me persët dhe bën një mësymje e të dy forcave, bën një aleancë të dy forcat kundër bizantinëve, pra kundër perandorit Irakli, edhe pse ai nuk ndodhesha në atë moment në kryeqytet. Dhe
duke parë rrezikun e madh që ndodhi në Konstantinopol në atë moment, nuk kishin çfarë të bënin sepse ushtria ishte shumë e pakët, sepse një pjesë e dërmuese kishte shkuar në luftë dhe ata pak që ndodheshin atje u angazhuan dhe njëkohësisht patriarku i asaj kohe që ishte Sergji vendosi që të marrë ikonën e Hylinces nga kisha e Vlahernës, e cila ndodhet një kishë që ndodhet në Konstantinopol, ikonën e Hylinces dhe të ngjitet në muret e qytetit të Konstantinopolis dhe ta lartësoj, ta ngrejë ikonën e Hylinces dhe të lutet atje për ta shpëtuar qytetin pikërisht nga ajo që po ndodhte në atë moment. Dhe gjithë panë një skenë të mahnitshme në atë moment, sepse panë që patriarku i veshur me raso dhe me veshjet kryepriftërore pati një ndriçim të jashtëzakonshëm në atë moment, gjatë kohës që ngriti ikonën e Hylinces dhe u duk si një diçka hyjnore në atë moment që ndodhte, pra një veprim hyjnor dhe përveç asaj ndjesisë që u krijua në momentin kur pan patriarkun të lëvizte dhe të luteshte gjithë populli duke i thënë Hylinces që t'i shpëtonte nga ky rrezik, atëherë ndodh dhe një fenomen natyror në atë moment, ndodh një stuhi e furishme, sa që gjithë flotat edhe ushtarët i sprapsi në një formë të menjëhershme, sa që aq u trembën persët, po dhe avarët, sa u larguan në mënyrë të menjëhershme dhe nuk guxuan më të pushtonin në Konstantinopolin. Dhe kjo u pa edhe nga populli, po dhe nga kisha, po dhe nga perandori si një shenjë prej Zotit, dhe për këtë arsye vendosin që me njëherë pasi mbaroi gjithë kjo fitore e cila ishte përmes këtyre shenjave të binatyrshme, të shkojnë pikërisht së bashku me ikonën e Hylinces në kishën e Vlahernës dhe atje të këndojnë pikërisht këtë që neve njohin të gjithë më këmbë, prandaj dhe himni ju quajt akathis, sepse nuk ulën në përkariget e tyre, por qëndruan më këmbë. Dhe akathis do thot jo i ulur, pra jo me qëndrim të ulur, por më këmbë të gjithë me shenjë devocioni nga Hylinces dhe në atë moment u krijua pikërisht ky tropari i shkurtër që njihet si shkurtoria e Hylinces, pra e himnit akathis për lufteshës gjenerale këngët mundse, pra ju dedikua Hylinces, e cila u dallua në atë moment si një përlufteshës, si një generale përluftuese. Pra ishte generalia e cila mori përsipër të çlironte Konstantinopolin nga rreziku dhe prandaj populli u mblodh për të kënduar këngët mundse. Dhe tropari thotë shumë bukur dhe mirë është ta lexojmë për lufteshës gjenerale, këngët mundëse, pra këngë fitore do të thotë, si përirim, pra si falenderim, që shpëtove prej tmerreve. Qyteti yt, pra qyteti yt është Konstantinopoja Poli, pra Poli që njihet që sot morim pas dhe emrin Istanbul, nga Istimpoli, pra qyteti yt po të përshkruan o virgjëresh, po sikur se ke fuqi të paluftueshme, prej çfarë do rreziku shpëtom se po të thëres, gëzohu o nuse e panusëruar. Dhe që prej asaj kohe, himni akathis që ishte krijuar më përpara, ju shtua përpara preludit të si mori vesh porosinë e perëndishme, ju shtua edhe preludi i dytë për lufteshës gjenerale. Dhe më vonë kisha e patë arsyeshme që pikërisht duke parë fuqinë e madhe që kishte zonja Hylincia Mari dhe ta përdorte këtë si një kujtesë të asaj ngjarje, por njëkohësisht si një mënyrë për të fuqizuar besimtarët në periudhën e Kreshmës. Dhe jo thjesht në periudhën e Kreshmës, por gjatë gjithë vitit liturgjik. Sepse po të vëmë re, edhe në këshillat që japin etrit shpirtëror ndaj besimtarëve është që himni akathis, të paktën përshëndetjet e shërmaris, pra përshëndetje quajnë pikërisht ato që sot lexohen nga kleriku, që thot gëzohu ti
që fillojnë në një farë mënyre me ëngjëlli kryetar u dërgua nga qiellit, i thotë Hylinë se zgëzohu dhe duke të parë të trupëzohesh o sot bashkë me zërin ëngjëllor, çuditej e qëndronte duke i thirrur asaj kështu: gëzohu ti me anën e së cilës do të shkëlqej gazi, gëzohu ti me anën e së cilës do të mbas mallkimi dhe shumë e shumë përshëndetje të tilla. Pra kur thua gëzohu, në kupton përshëndetje. Pra të përshëndes, ashtu si që vajti ëngjëlli dhe u ngjëllëzoi dhe i tha gëzohu o rithiri Adamit të rënë, gëzohu o shpërblimi i lotëve të Evës, gëzohu lartësi ku mendjet njerëzore nuk arrin të gjiten dot, gëzohu thellësi ku dhe sytë ngjëllor e kanë vështirë të shikojnë. Pra shikojmë lloj karakterizimesh, epitetesh, antonime, mbiemra, emra, dhe ajo që të bën përshtypje është që këtu përfshihet gjithçka. Pra himni akathist ose më saktë përshëndetjet e himnit akathist, po dhe kanoni përfshin gjithçka që ka të bëjë me këtë botë dhe me botën tjetër. Që do të thotë, ajo flet për njeriu, flet për gjallësat, flet për qiellin, flet për dheun, flet për lartësinë, flet për thellësinë, flet për fillimin, flet për fundin, flet për dhjatën e vjetër, flet për dhjatën e re. Domethënë, është një him gjithëpërfshirës. Përfshin çdo gjë që ne mund ta vëjmë mendja. Në gjatësi, në gjerësi, në thellësi, në lartësi. Domethënë është diçka që nuk himnografi që ka shkruar, ka përdorur gjithë mjetet e ndryshme dhe ka pasur një frymëzim me të vërtet hyjnor dhe prandaj ky është bërë himni më i përdorur dhe është bërë një farë mënyre dhe një armë e fortë kundër djallit. Himni akathist, pra përshëndetjet e hylinëses. Atë që do të theksoja është fakti që sot ky him psalet nga klerikët, pra përshëndetje thua nga klerikët. Më përpara himni lexojnë nga psaltët, sepse ishte një shkurtore, dhe shkurtoren e thoshim psaltët në shërbesën e mëngjesores. E lexonin dhe nuk e dim se si këndojnë atë kohë. Akoma nuk e dim se si ka qenë mënyra se si këndoi. Sot ne e themi në mënyrë recitative dhe kalojmë edhe në përtinguj të ndryshëm dhe refrenit i themi pak më të zgjeruar edhe melodikisht për t'i theksuar më tepër, por sot thuhet në mënyrë deklamative. Më përpara nuk mund të themi me qartësi se si këndoi ky him, por e dim që psalej nga psaltët. Madje dimi që në traditën muzikologjike, pra në traditën e muzikologjisë bizantine, do të verejmë që, sidomos në periudhën e shekullit të 13-14, ku kemi personalitetet e mëdhenj të muzikës bizantine, siç është Ioan Glikis, siç është Kseno Koroni, siç është Ioan Kukuzeli, që janë personalitete, Ioan Kladha më vonë. Pra janë disa personalitete të asaj periudhe, të cilët jo thjesht kanë krijuar himne rreth nga teksti i përshëndetjeve, por kanë krijuar perla të muzikologjisë bizantine. Bëhet fjalë për një lloj muzikor, pra një gjini muzikorit e cila njihet si kalofonike. Janë disa pjesë muzikore shumë të ngadalta, në krahasim me gjithë melodibërjet dhe kompozimet që kemi në artin psaltik, ato kompozime karakterizohen nga po themi janë shumë melizmatike, domethënë, janë shumë të ngadalta dhe kanë zhvillim melodik të jashtëzakonshëm brenda. Melodia merr më shumë rëndësi se sa vetë teksti në vetvete, por do të vërejmë që pjesa dërmuese e këtyre kompozitorëve, sidomos të asaj periudhe, kanë kompozuar vargje nga përshëndetjet në mënyrën kalofonike të këndimit të tyre. Ata që kanë kompozuar të plota, mund të veçoj që kanë kompozuar të plot gjithë përshëndetjet e së të rëshentës, ishin Ioan Kladhas, kompozitori i shekullit të 14, Ioan
Plusidianoi, i cili është i shekullit të 17, është Venedikti Episkopopoulos, është i fillimit të shekullit të 18, dhe dua të veçoj nga kompozitorët e shekullit të 14, Johan Kukuzelin, i cili pothuajse edhe ai ka kompozuar të plot gjithë përshëndetjet e Imrit Akathist, dhe mësuesi i tij Johan Glikis. Dhe ai po ashtu dallohet për krijime të tilla. Këto krijime i përmban kodiku që njihet kondakari ose i kimatari, dhe i gjejmë nëpër kodikun muzikor. Një pjesë prej tyre janë të transkriptuar dhe në metodën e re në këtë mënyrë se si këndojmë neve muzikën bizantine deri në ditët tona. Kjo ishte për sa i përket aspektit kompozicional të këtyre himneve. Doja që të thosha pak se kush është autori ose kush njihet si autori i përshëndetjeve i shkurtores. Autori i shkurtores mendohet që shumica e studiuesve mendojnë për tre personalitete. Ata shquhen më tepër, edhe pse i atribuojnë edhe disa të tjerëve në të vërtetë. Pra nuk mund të kemi një autor për shkurtoren, pra për përshëndetjet së të rëshënjtës. Autori kryesor njihet si Shën Romano Melodisti, i shekullit të 6, dhe këtë e shikojmë në një dëshmi e cila ndodhet në një shënim në një kodik të shekullit të 13, dhe i gjejmë këtë kodik, e gjejmë në manastirin e Vlatadon, me numër 41 dhe fleta 193A, ku përmendet emri i Romanojt si autori i himnit. Pra, e referoj këtë, kjo është një dëshmi që na vjen nga shekulli 16, por që është shënuar në një kodik të shekullit të 13. Pra është një shënim i mëvonshëm. Dhe na referon Romano Melodistin. Kjo është dëshmia kryesore. Një autor tjetër është Shën Patriarku Gjermanoj Konstantinopoljes, i cili është një himnograf i shekullit të 8, pra 715-730, dhe emrin e tij e gjejmë në një dëshmi të një përkthimi të këtij të përshëndetjeve në gjuhën latine. Dhe konkretisht rreth vitit 800, ku peshkopi i Venediktit Kristofori përmend emrin e këtij e Gjermanojt, dhe ky Gjermanoj ka qenë një farë mënyre bashkë kohës me ngjarjet e vitit 718. E kemi të referuar dhe në latinisht, po s'po e lexoj tash që të mos gatrohemi edhe me gjuhën latine. Por një autor tjetër që mendohet për përshëndetjet është dhe Shën Kozma Melodisti, i cili ku e gjejmë këtë shënim? E gjejmë në një ikonë të vjetër, të padatuar, pa datë, nuk e dim kronologjinë se kur është pikturuar ajo ikonë, dhe ndodhet paraqit në fakt ikona ungjillëzimin e Hylinces në një kishë të Shën Nikollës në manastirin e njohur të Shën Savës në Jerusalem, dhe atje përbëri ikonës shfaqet një murg që mban një pergamen, në cilën është shkruar pikërisht në pergamen ëngjëlli kryetar u dërguar nga qielli i thot Hylinces gëzohu, pikërisht fjalët e para të përshëndetjeve, dhe lart mbi kokën, domethënë të personit, të murgut që pasqyrohet, gjendet mbishkrimi Shën Kozmaj. Pra, kjo mendohet që mund të jetë kjo një dhënie që mund të jetë ai autori i përshëndetjeve. Ka edhe persona të tjerë, nuk dua që t'i përmend të gjithë sepse ngatrohemi më tepër, por këta ishin më kryesorët. Kurse për sa i përket kanonit që psaltët kanonit, kemi dy himnografë që kanë kompozuar atë, kanë krijuar atë, që irmoset, pra ato kallupet, modelet, cilat ndjekin troparet e tjera, ka krijuar Shën Joan Damaskini, ndërsa vargjet i ka krijuar Shën Josif Kseno himnografi. Dhe janë kompozuar në tingullin e 4 legjetos.
ne këto lloj kompozimesh kemi deri në ditët tona të sjellën nga Petro Peloponesi dhe konkretisht nga Johan Protopsalti, i cili ka botuar librin e Irmologjos, që marrim dhe melodin standarde pikërisht të këtyre himneve që këndojmë deri në ditët tona. Pra, modelin klasik të këndimit të këtyre himneve. Tani, të themi pak për karakteristikat, mund të themi poetike edhe më tepër poetike të këtij himni, sepse për shumë studiuese kanë parë nga aspekti poetik këto përshëndetjet. Dhe me të vërtet, po t'i lexosh me vëmendje, ato kanë një pasuri poetike dhe hyn tek poemat më të bukura që poemat më të bukura që ekzistojnë në himnologjinë bizantine të kishës ortodokse. Kanë shkruar shumë për këtë himn dhe rregullat kryesore që janë ndjekur për të përpiluar për këtë himn është pikërisht rregulli i isosilabis, i omotonis, i omiokataleksis dhe i rimës. Sepse këto janë katër, po themi, kryesoret si rregulla të rrepta që ndjek në aspektin poetik ky himn. Dhe duhet të them që vargjet e përshëndetjeve janë 3 metra jambike njën, dhe se cila përshëndetje përbëhet nga vargje që kanë një metrik të ndryshme. Nuk kanë të njëjtën metrik të gjithë vargjet. Kemi, për shembull, marrim 2 të parët janë 16 rokësh. Kemi të dytët janë 14 rokësh. Pastaj përsëri të tretët 16 rokësh. Kemi të katërtët 14 rokësh, i 5 dhe i 6 11 rokësh dhe i fundit 8 rokësh. Pra, kemi një himne ose mund të themi figura letrare dhe kemi përdorur shumë metaforën, personifikimet, antitezat, përsëritjet, epitetet dhe lloj-lloj figurash të ndryshme letrare, të cilat e bëjnë më të plotë dhe më të bukur himnin. Por, ajo që është më kryesorja dhe që është më e rëndësishme është rëndësia teologjike e këtij himni. Sepse kisha nuk është thjesht një muze, nuk është thjesht nuk na paraqet disa vlera, thjesht sa për të treguar disa vlera muzikore, poetike, por mbi të gjitha për të na treguar disa të vërteta dhe disa vlera shpirtërore dhe teologjike që ai himn përmban. Ai himn është mund të ta quajë si një këngë për jetësie. Si një këngë mund ta quajë edhe si këngë dashurie. Se me të vërtetë është një këngë e një personi i cili di të vlerësoj vlerën dhe rëndësinë që vetë Perëndia bëri për shpëtimin e njerëzve. Dhe kur flasim për rolin shpëtimtar të Perëndisë, paralelisht do njohim dhe rolin shpëtimtar të hyjlincës, sepse janë të ndërlidhur të dy me njëri tjetrin. Pa hyjlincën nuk do kishim mundur që të shpëtoheshim, sepse nëse ajo nuk do kishte pranuar me vullnet të lirë që Zoti të mishëroj brenda saj dhe ai të merrte trup si ne dhe të arrinin në atë ditë që të kryqëzoj dhe të ngjallej dhe ne të kishim mundësinë të shpëtonim. Dhe këto himne pikërisht janë si një shprehje mirënjohjeje ndaj figurave më kyçe të historisë së shpëtimit të njerëzimit. Dhe ai personi thelbësor është Zoti në radhë të parë, por ajo që vjen më pas është nëna e tij dhe prandaj neve i thurim kaq shumë epitete dhe mbiemra, sepse me të vërtet e meriton lavdërimin dhe këtë himnizim dhe këtë ngritje në pjedestal të këtij personaliteti të jashtëzakonshëm shpirtëror dhe këtë nëna e të gjithëve ne. Dhe e meriton ajo të quhet nuse e panusëruar për lufteshës generale, lartësi pa kufi, det pa fund dhe pa kufi,
më e lartë se çdo qielli, edhe të tjera pa fund mbiemra dhe epitete që e justifikojnë më së miri atë devocionin ton dhe nderimin që kemi ndaj nënës së shpëtimtarit ton dhe Zotit Krisht. Teodor, unë i falenderoj shumë në fakt se keni bërë një ekspoze dhe një shpjegim të qartë të këtij himni, ndoshta për herë të parë vjen një shpjegim i tillë në Radio Ngjallja, dhe ju përgëzoj për këtë dhe më ka bërë përshtypje gjithmonë që kjo është një shërbes shumë e dashur për besimtarëve, që kurse jam futur në kishë, sa herë që vjen kreshma e madhe, besimtarët mezi presin edhe të premten që të vinë të paktën për 5 të premte radhazi, të vinë të ndjekin nga afër këtë shërbes. Madje mund të themi me të drejtë që të premteve mbasdite, kur kryhet edhe këtu në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, besimtarët e mbushin tepër tej kishën për të marrë pjesë në këtë him të bukur dhe i shikoj dhe lëvizjet e tyre dhe lëvizjen e buzëve të tyre që ata marrin pjesë dhe përpiqen ta këndojnë, ta psalin. Është vërtet. Dhe është një him shumë i thjeshtë dhe i kapshëm dhe për besimtarët dhe të gjithë kanë mundësinë që të këndojnë së bashku me korin e psaltëve një zëri për të himnuar zonjën dhe mbi të gjitha Zotin ton Isu Krisht. Ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve, pater. Miq Radios Ngjallja, ishim me pedagogun e muzikologjisë bizantine me Zotin Teodor Peci, me cilin folëm për himnin akatist, për këtë shërbes kaq të mrekullueshme që gjendet brenda kishës ortodokse. Miru dëgjofshim dhe miru takofshim në emisionet e tjera. Faleminderit. Faleminderit. Vareve lartë parajsër të engjëjve.
një çudi dhe një lavdi, ti o virgjëreshe pa martuar, Zotin e jetës që mbretëron lart në qell, si një mire majte në bëqin, dhe shpëtim që larta zi, udhurove besnikëve. Zotit të gjithave. E përmishaj të helindës e shpëtona, me shtjela e njerëzve këzoh helindës e vëndishe i tërimit dhe lavdisë, dhe kjo e adit onu se ndritëshme, me fjallën e përjetëshme, lumë ti o parajsë shpirtërore, që ke në qendër Zotin e jetëve, që i ëmbëlson edhe i gjatë, gjithë të gëzuari, me kuratën e qiellshme. Funde dhe pa kufi, Kenin ke ai ke Iisuse ona stone ono nami, Evrik moroskino makulogu kjere akrande, Koknositon thion margaritin, Roa kakusan kjere për zonjën edhe nënën i lindëse, gjithë i mëndësit, e një trokisni pra duartë, dhe lavdëroni Zotin që rindi prej asaj. E përmishëjnë të i lindëse shpëtona, bane se fjallës e ndritëshme, gëzoshen të rimi të gjithëve, zonja i lindëse, morur prej gjithë profetëve, dhe prej të gjithë apostujve dhe shenjtorëve. E përmishëjnë të i lindëse shpëtona, na prureve së ne qiellshme, që shuajti të zjarin pagan të keq, ty të thëresim pra, lumë ti gëzofi i vesëve, që Gedeoni e pa zonja i lindëse.
shumë ti lindëse, dhe sferë e ndritëshme, që ne besnikët na mbro dhe na mbulon gjithnjë. Në